Dje ka qenë dita e tretë e agjerimit veç me ujë për 21 ditë pa ngrënë ushqim fare. Si që kam përmend më herët, kjo bëhet si pjesë për me aktivizu autofagjin, ku trupi i kthen vjamin në ketone. Ketonet pastaj shërbejnë si burim energjie për trupin. Kjo është një proces që në ditët e para ka pak vështirësi, pra dita e dje ka qenë pak më e vështirë se dita e dytë. Pastaj pasditja ka qenë më e lehtë sepse e bëra një tush të ftoftë, edhe tushi i ftoftë zakonisht shërben për me i dhënë shtysë imunitetit. Nëse më herët kam flejt 6 orë pa problemi më qu, tash për shoh që trupi ka nevojë për një 10 orë me flejt për më u qu lehtë. Djemra me hec pak si shumë, edhe bona me qëllim që mos më ra niveli i muskujve, sepse bjen niveli i muskujve nëse jeni në kësi formë të agjerimit. Çka e kam premtu në videon e dytë ka qenë përmendja e profesorit David Sinclair, i cili është profesor në Harvard, i cili studion anti-aging, e studion kundërplakjen. Sipas tij, në një studim që është bërë shumë më herët, i cili është injoruar me kohën, ka qenë janë marrë një grup minj, edhe një grup tjetër i minjve, edhe njëri grup vetëm një orë brenda ditës ju është dhënë ushqim, pa marrë parasysh yndyrna, proteina, karbohidrate, nuk e kanë gjetur formën se si i kanë ushqy, kurse në anën tjetër e kanë ushqy grupin tjetër të mijëve vazhdimisht, pa ndërprerje. Studime sipër kanë marrë përfundim që këta që janë ushqy veç një orë në ditë, këta kanë jetuar 30% më shumë se këta që janë ushqy vazhdimisht, madje kanë jetuar më shëndetshëm. Edhe ky vetë profesori e praktikon një gjë të tillë, ku sipas tij ushqehet veç një herë në ditë mirë, edhe gjatë pjesës tjetër të ditës nuk ushqehet fare. Sipas tij kjo i bën që të aktivizohen gjenet mbrojtëse të trupit njerit, gjenet e jetëgjatësisë i qumë profesori, ju kisha sugjeruar nëse e njihni anglishtën me hulumtu në YouTube edhe me dëgju intervistat hulumtimet sepse është profesor me kredibilitet. Për na jena arrit me idenë që duhet me hongër 3 vakte ushqime në ditë, e që ke mon vazhdimisht insulinën lart, e mon glukozën lart në gjak, si rezultat po na shfaqen edhe qytetim, obeziteti, këto smundjet e shekullit 21 që unë i quaj. Për mos me të bësh një komentuese që ka kërkuar se sa konsumon ujë gjatë ditës. Ti vetë e din sakt sa të vjen trupi, ta tregon goja, për shembull terët goja, është indikator që ti nuk ke mjaftuar shumë ujë. Unë pi 2 litra, pi 3 litra ujë në ditë, edhe e shoh vazhdimisht, për shembull para se me flejt pi goxha mirë ujë, kur çona mëngjes pi goxha mirë ujë, sepse trupi punon edhe sa ti na flejt. Gjatë ditës pastaj e kam një shishe ujë me veti, e moj vetëm vazhdimisht freskun prej ujit, në mënyrë që kjo mos i mungu trupit gjatë kësaj faze. Si për herë, i kemi patikat që janë lëkur, janë ortopedike. Unë personalisht jam 105 kg, 106 kg, edhe mu më kam bë shumë hajër sepse pesha në ngu është më e madhe se zakonisht, sepse unë jam mësuar me pas peshë deri në 80 kg, edhe me këto patika nuk e kam di dhimbje ngu fare. Patikat kanë aerose të mirë sepse janë lëkura dhe jashtë dhe mrena. Çmimi është modest, është 49 euro çmimi për copë për këtë lloj patikave, ku 5 euro për tyre ndahen për familjet në nevojë, për pronari kanë ndahur për familjen në nevojë. Edhe ju mundi me ble patika, mundi me dërgu si dhurat familjarëve tuaj, janë patika për meshkuj, po në njëjtën kohë bëhet dikush që ka nevojë me patika të reja. Nesër do t'ju informoj për ditën e 4, që është sot dita e 4, edhe do t'ju tregoj se si ka shku procesi deri në fund të nisën e ditës kur edhe ta përmbylli, shpresoj me sukses këtë nisë. Mirëmbëjtje ku do të jeni.